Edhe që thojnë në shëgjitar gjejmë gjithkund diçka të mirë, në shansë dikon. Edhe me kanë diçka shumë vështirë, gjejmë në mësema diçka. Një person 99 këshia, unë për qatë një të mire të kopna edhe nuk heki dorë. Edhe na s'jena njerë që i gjykojmë ose para gjykojmë. Pse? Jam balënzan të analizu vetën, s'kam ko me para gjiku dika tjetër. Po, edhe nuk ka puna jo me gjiku, po puna jam me shiju. If you can do something good, do it. Qashu. S'mon me bu Por mirë, besoj që domethënë kjo apet i vjen që ke bu mirë. gjaja e shajave, është mund të na japin një pak a shumë një drejtim, po thojmë karakterit tonë, po shumë kështu. Ma në fund se cili individuale është. Sepse jena kaq të ndrysheve. Nuk e besoj fort, domethënë atë jena tani se po thojmë nërthojza. A mo do sene janë? Disa, po. Disa, se për shembull. Po se s'ka si mos me ndniku kur kam le. Edhe për psikologjia, dikush që feston dimje ditëlindjen, mrena dikon nxehtë, dikush që feston verës del jashtë. Thjesht më ku je zhvilluar, çfarë periudhe ti je zhvilluar, ke parasysh atë mrena barkut. Kur e ki ditëlindje vallojnë broa, ki fore. E mandaj kur ke le. Dimën me pas. Pa janë dikon të rrit, të pjek po. Normal. Po dhe ka tjera sene kështu, psychology types, ku mund me hi karakterin me testu me... Unë kam atë librin në shtëpia Personology më duket quhet. Po. Që është i libër i kaq me tona datat. Tona 365 data kështu me file përsenjë tona, si do të jetë ai personi, këna janë like. E kena pas ble para se me le djali. Shumë interesant. Ka në lidhje me realitetin? Ka. Ka bajaget, domethënë. Normalisht jo tona, po ka. Se ajo, e bukur është me lexu, vazhdimisht, me lexu, unë e kam lexu për shkakun kur djali im është 2 vjeç, kam fillu, përpara mandej 3 vjeç. Ti jep një signifikat atyre elementeve. Ashtu ajo pjesë, po, ashtu ajo pjesë, s'din kur me dallua apo ja jep ti signifikatun apo patjetër. Sensin apo nel senso pas tash kuptimin, se s'po vit. No, dico No, perché... No, dico che... është një lloj, pra... Diciamo che... Interpretimi, pra, se s'po vite fjala interpretimi. Kur e lez me këtë, po. Interpretazione. Samir merr në veçu italian. Po, pra. Edhe ju artistët, sa bukur flisni. Asnjë llafsi më mbesh. Artistët që mos qofshin. Si është kjo nga vetëtimi? Çfarë do të thotë? Shkolle. Do të thotë që era fryn nga ana kundërt. Dhe ke shans të nominohesh. Prandaj është atë këtu. Dhe do të duhet të ndrosh rrobat sa më shpejt. Po. Ja shiko kur të shkoj nga Akili. Ja. Nga Xeni. Xeni, s'ka gjë. Teni. Po i saj është apo? Shkelzën një tishe. Shkurt teni. Teni. Romir, miku im, kishte marrë malli për ty. Vërtet e ket? Ishe në banjo të si, apo ku? Jo, në banjo kam qenë në gjes, pa ty mori malli për dikë tjetër, por tani që jam këtu merr malli për ty. E kuptova. Kur të shoh me sy, mbjen mend për ty. Mor krushk. Mere krushk. Kemi bërë një numër ne, Portokalli, kur Romiri kishte vetëm një fjalë me thanë. Mër krushk. Vetëm mu majnë mend. Ta folën, disë morë. Po, kishte vetëm një batutë. Veç 5 herë, mër krushk. Mër krushk. Kjo gjë në shumë shpet. Dhe më tha një aktor që ka shumë pak batuta në një skenë ose në një film. Ishte ndërtuar skenari, ashtu. Këto gjëra nuk matën shumë tekst pak tekst. Këto gjëra matën aktori madh, aktori vogël. Pra, kjo është ideja. Atë po thosha. Ka aktor të mirë dhe aktor të keq. Kjo që po thosha, ti je aktor shumë i mirë. Atë se dim. Po them në këndvështrimin tim. Atë e cakton publiku, ja ta hedhim në votim. Po unë publik jam, valla, publik i thjesht jam. Ti je publik i kultivuar, ti Për mu ti një Marin Arhana si dy një aktor shumë mirë. Po. Edhe unë kam një respekt shumë madh ndaj jush. Unë kam Sa i përket ja harrova s'kam lënë. Sa i përket pjesës artistike mënyrës së aktrimit. Jo, më to çma. Unë kam shumë konsiderat për ju. Te kështu, kështu jam shumë keq.
Ato valizat e një po desh aty. Pastaj kur është puna për komedi, Hajt, po këna e ka -4 është. Visianin e konsideroj më të mirë në Shqipëri. Se ti kam nxjerr njerë. Vetëm lentët. Jo, lentet i Syzet i kisha kanë lënë, ashtu, i kisha lënë unë te ajo çanta. Ah, Po më i den që çantore të fanë vetë do ta bim. A ju ke thonë? O i Po i gres, kam thënë, plosa ti thon. Po alo S'ka s'ka gi. thirr kush. Syzat aty kanë lënë? kërën menima. Mbrand do t'jen, po. Se ty ti kanë hek? Jo. Shyre njeri me kofer. Qyre njerin pa koferë. Tetorit. E 4 tetorit. 4 tetor, Po. San Francesco. Ashtë emni jem, me 4 tetor. Ke emrin. Po. San Francesco. Po si është emri e San Francisco, më ti ke Se unë jam i pagzuar Francesc. Në fakt. San Francesco që në kanë 4 tetor. 4 tetor, San Francesco d'Assisi, është patroni i Italisë. Unë dija vetëm 4 tetor ishte dita botërore e kafshëve. Nga San Francesco. Nga ky? A dini historinë e San Francesco? Jo. Ka një shejt. Edhe kjo të kërësi. Nga e ka le Që është urni thirrët kësaj, i po. franceskanëve. Atëherë, ka një person shumë i pasur. Çaj, faleminderit që na Në përktheve. një moment i ka lanë Se tona. ka herë po mungojnë fjalë, çaja. Edhe ja dediku komplet natyrës, kafshëve dhe Leo. paka shumë, ta thash krejt Po, kështu. po. Kalli Musical që është shumë i famshëm në botë me jetën e tij. Pa është një ndër figurat O Soni kryesore. Malaj, Ja, o jull botet. shumë në mëngjes, që si kanë kofe, drinin, I kisha këto streqet Gjemi herët. edhe i ndrova, po O kaq. Son, tani që po të njoh nga afër e kuptova pse ti konsiderohesh div. Se, ha, Pa të bëj një pyetje kështu, më se thuaj. tonët jemi të gjithë. Përpara se të hyja, Po para se ty e ti. para se Apo. të vjen ferm. Ah, okay. Do të thonë para se linim gjithë. Po, po. Normalisht kam bërë si gjithë nga ne kemi bërë këto aludimet, kush do jetë, me kë do jem, me kë do hasëm. Edhe një ndër gjërat që vërtet kam shikuar më shpesh, ka kanë fakti mes se si njerëzit e konceptoheshin dhe mendoshin një përplasje artistike mes te dhe Jonidës. Është e vërtet kjo gjëja që kam një gjua, apo është thjesht kështu nga spekulimet e njerëzve? Unë së di këto. Tani po e dëgjoj nga ti. Nuk mendoj që po një gjanë veç nga unë, mos u tregon, mos Më më beso që po e dëgjoj nga Se unë e kam ti. dëgjuar nga emisione, televizione, edhe njerëzit e konceptojnë kështu këtë gjë. që janë rival. Sa mirë që po një të hoxha pe këtu. Rivale, Po ka mund por gjithmonë janë aspektin, nuk po flas me karakter, Gjashtë, artistik, sa, kështu. nivel artistik. A be, ma që sta, që është, nuk e di tash çfarë diferencesh mund keni për shembull si Karrierë. po, jo si Vite karrierë, si mosh. Ne duke i bërë llogari. Thjesht. That's it. Però nëse dy persona kanë sukses në të njëjtin periudhë, besoj, unë nuk e di se unë se kam një asoj kur. Po ka sens. Rivaliteti nuk Mund të ketë është sens, ka sens. gjithmonë i keq, S'ka ka lidhje dhe me rivalitet mirë, që Kjo bën mund mes të jetë shumë përpara. që Jo, ma bën po në flas ku media, diun s'ka Britney lidhje Spears fare. me, ma thoni, me Kristina Aguilera. me Christina Aguilera. Që është? Maksimumi që mund të mëlloj mund të jetë kjo dhe mund të ketë sens, po është gja, do të thonë, ka kanë gjithmonë, ka me kanë gjithmonë. Unë të drejtë se kam pa farë, unë jam, si që di, shumë aktive në punë time, konkretisht muzikë, do me thënë, edhe e një që unë deri një ditë para kam qenë duke xhiruar klip, dhe unë jam edhe me koncertet non-stop, kështu që nuk e di çfarë rivaliteti, se s'përputhem, përveç se këndojmë, do me thënë që është, Po janë gjëna gazetare, për mua janë gjëna Jo. publiku që i vend të etiketë. si me thënë, janë nuk e di unë, Shiko, konkurencat edhe gjërat edhe perceptimet më të mëdha në botë janë bërë më shumë nga njerëzit dhe jo nga vetë ato dy Njerëzit pra nuk individet. janë reale, atë po thosha Pra, edhe me unë jam Britney të- unë Spears jam e të Christina pyet. Aguilera. Kjo gjëra që jeton pyet për një flitet. gjë që se di fare, që sa shu Pra ti nuk ndihesh Dy rival njerë- pra s'kem, ti s'ke rival. Të po thu. Këtu brenda apo jashtë? është që mund je rival rivalesh, më burr. me Gresën, një. Okej. S'është se... Më mirë, në këtë. Jo, bashkë jemi në përpara. Jo në të njëjtën pikë, do me thënë. Po flas gjithmonë nëse Në kuptim të ndonë, Sepse për të këndu, në- për shumë, unë në dush në më mirë, po... në aspektin njerëzor, unë këtu të kam njoftë, mendoj që je shumë njëri mirë. Edhe jam i bindur që ti nuk duhet shumë punë që ty me të mërzit deri në atë pikë, që
që mos me të pas më amike, po themi jashtë punës edhe në jetë. Duke shumë njëri pozitiv, shumë njëri Mua mirë. që më pëlqen është, ja po ja u them, domethënë, arrogancën nuk e du. Bravo. Kush e ti, kush jam unë, nuk e du. Bravo. Këto çan këto hami ma, këto i urrej. Wow, bëre ti këto i urrej, se njeri u bëhet, s'ka. Ndërsa, domethënë mua më pëlqen se ndoshta u kam shumë vite, karrierë vitin tjetër bën 3 dekada. Dhe jo 3 dekada që unë jam bëj këngë të vit. Unë kam albume. Që bën prodhime, po. Unë kam prodhim çdo 4 muaj, kam koncerte. Pra e kuptove se ç'a dua të them. Kuptoj shumë mirë. Jam aktive. Kam këngë që mi di njerëzit. Nuk më njohin vetë si emër, s'm din as i këngë. Të shi, kjo është ajo që unë kam pyetje, pse kanë kriju njerëzit të përshtypje? Jo, unë po flas për veten time, domethënë, Në mënyrë pak të gabuar, se ne jemi të gjithë këtu brenda, ke këngëtar, ke aktor, ke... Jo, jo, s'am të bën mënyrë gabuar, se me kanë kisha ligju për dy tjerë. Ora, kisha ligju për dy tjerë. Ne të gjithë kemi rival artistë. S'am të bën as pak në mënyrë gabuar, sepse me kanë kisha ligju. Shikoj, lëre atë pyetjen dhe thjesht po të përgjigjem për këtë, domethënë për njeriu. Kjo është gjëja, dhe doja të thoja që jam person që punon shumë. Nuk kam marrë asnjë çmim se ma ka ble... Rivalitet po një artistët, ja vend Babi, Rahmet Pas, gazetaria, ja vend bashkëshorti, etj. Madje, as nuk i ka marrë ato që i meritoj, por unë besoj të puna kam një disiplinë shumë të fortë, të përditshme, që është në kanto, në palestër, etj. Dhe palestra nuk është se du me majtë trupin, unë du me majtë koncertet live. Se unë këndoj live. Kjo është, përsa i përket meje ndosha se nuk bëm ndosha. Po, nuk e prezentova veten. Ndërsa për tjera, se që aton media qa krasime shbën. Seriosisht, nuk të një, por në këto shumë pak orë që kam mundësinë të jem bashkë, domethënë, në këtë gjë, kam kryuar një basë është shumë e shpejtë, domethënë, shumë e nxituar si mendim, por duke është një person tamam si ashtu që përshkrove veten. Një person me disiplinë, një person shumë i thjeshtë, një person që pranon edhe nga të tjerët edhe... Shiko, nuk është puna se është shpejt. Do me thënë, gjdo njeri nga ne, sillet si e trajton. Po, 100%. Më besoj që nuk do kisha të njëjtën qasje ndaj X-it si me ty, sepse je ti që më ke dhënë respektin, afrimitetin, dashurinë. Dikush tjetër, do me thëmë fillon lëqon ca kunja lartë e poshtë, normalisht unë s'kam atë qasje. Kondrejt, kështu që nuk është puna thjeshtë. A din pse, do me thënë, pse e bona si pyetje? E bona si pyetje, sepse duke u bazu nga këto që kam një gju, edhe nga këto që shof të mren, duke sikur alodimet nuk ka se janë krejt po gjo. Sepse me kanë realistë, unë alon nuk kam po as tu net një herë se të boj një bised me Joniden. Edhe nuk e di nëse kjo është thjesht një not antipati që keni me shqega tjetërës dhe rrini largë. Për kundra, se unë këtu s'kam po halot të najtë me te. Unë me Joniden në lojnë rrugë e flasë, s'ka lidhje fare. Unë këtu mërë në lost kam po. Po kur ardhen po, burë kur ardhen. Por me najtë qitu najtë ishtu s'kam po halot. Po s'keme rastisur, e shikon që s'kam rastisur. Unë kom dosh me shku me i folë. Unë thjesht e ndjej si gjë najer, pastaj sa është të vërtet nuk e di, dini ju. Por unë e ndjej si gjë, si kur diçka ka. Por edhe mund të ndjej gabimur, unë nuk jam perfekt. Se pas kam bërë asun. Ore, unë nuk jam perfekt. Je ndiku nga ca perceptime që ka publiku jashtë. Po, edhe nuk do mbitem